Përshëndetje miq të dashur të televizionit Dugagjini. Po takohemi sërish në emisionin më të shikuar të orës 8. Po takohemi sërish në veç 10 minuta. Sot e kemi një sfidë që s'është që se kena provu, po sot më interesante është se jemi në ëmbëltoren më të vjetër të qytetit, edhe një ndër të parët që t'jem pak më e sakt. Kështu që sot s'pe di çka kena me bo sakt, s'pe di me çka kena me sfidu vetën, se për mu ma kur gjë nuk është sfidë, se qasë shumë kom provu sanë në këtë emision, i kom mësu krejt sanët, nuk ka punë që nuk di me bo, kështu që muj me hi me punu bashkë ku t'i duan. Pa e zgjatë shumë, sot kena me provu me qitë na jakullore, kena me provu na i sanë me hongër, na i shijet tre, nuk për zgjati shumë, po vazhdoj unë të puna jem e rej sot, për 10 minuta, edhe po bujna pak muhabet bashk. Kështu që, 1, 2, 3. E promis të dashur, ardhëm të venet që sa e përmenda, që tash jena të desh me provu bashkë me një ndim stamen për momentin, jena të desh me provu me qit një akullore. Fillimisht po vazhdojna me qëto që më tregut, po unë e kësha provu tani edhe në kornet me qit, a ban? Po, Okej. me qit që tash që? Qëtë po. Qao, na? Kur të shtia të mrena, dhe të me abo qështu? Ja. Jo, a? Vesh kur e afron qëtu nga gatë edhe... Me lëshu, a? Qka po qesën? Qfar shije për qesën? Qfar shije për danë? Oreo, ku është Oreo? Që, Qka? Ushe më shumë. Me qka me ta kombinu? Qfar shije pas këtë? Edhe? A të zjedhën e një? Masi veç, a du të me ndrua? Masi veç e bu në shien pa lidhje, po ta shtej edhe një kive. Ashtu është të s'harë. Shumë e letë koka, nga menu që është ma zërë, të isha kam me bënu, filozofie ma dhe jo, më letë koka. Që kaq, qështë e përësitin qëto? Sa për, qështë është kjo? Me gjysë porcioni, e komplet? Komplet, një porcion. 5 kupë ato. Një porcion 5, kush i hanë gjithë ato? Po qëtash. A përësit në i kush që ashtu të... Ka. Ka, e? Ka është përësit. Ka në janë kjo është më shumë. Po, a? Qeloshk. Se më shkoj jetë aty ju shqy. Ju kom qitë buk, ju kom qitë kafe. Qka si ju kom qitë? Hajt, apo mësën të qasë në kornat një. Tash këtë sojnë zanë? 3. 3? 3. Okej, këto për bëj një kombinim manual. Qështu a? Okej, kom qitë banane, po qësë... Qka është që kjo? Lajthi ashtë? Okej. Edhe... Qka me qitë? Hajt edhe portokallë. Që formën që kom bo shumë mira, mo shije dhe kom kombinu. Qa kom qaqita, lajthi, banane edhe portokallë. Portokalli i kesh. Hajde i ndrojna. Hej, të regam cila shqitet mas shpejtë. Ti ke refuzu me më folë në kamera, mo kalëzë mu. Cila shkon mas shpejtë, kur të qëtë ne? Vanilja, lejtheja, karamelli, çokolada. Okej. Shta. E pse këto tjerat ma të shkojnë i këni qitë? E qysh me provu tash në bananën atje poshtë që e kom qitë? Si mos me ongër kurakullore.
E mirë. Kur që ka bo këto, kjo shumë e mirë. Që atje po është diçka tjetër. Ku me lojnë qëto tash? Shtu pas ka dhe kafe me qitë, në di me qitë kafe. E shtu pas ka ëmbëlsira. Najse, se une jo me dietë. Që ta shina të desh me hongër diçka për vetit ta mënë, së në akulloret nuk i ha. I ha dhe si ha. Kështë që përmarrë një ëmbëlsirë, qëfare përmarrë nuk për di alo, po zgjedhën diçka. Ani pse jena me dietë, qka me marë, s'po di. Najsen, matë ëmëla, se di ati me qitë veç, për provojna që ta. Okej. Se pas në një peron. A vazhdojna ullën pak edhe bujna pak bashkë muhabet. Shumë gosht këta. Kom të gatë, nashta. Hajde të provoj qa kom zgjedhë që tonë. Masi që kjo emision së më ka trash, kur gjës trash në mu. O, do me thonë, që shatë që loj bre, a vëdo me provu, te për e mirë. Në ndërkohë kësha pas shumë dëshirë që jo me më tregu qëfar sfidat tjera mujna me bo në veç 10 minuta. Nuk e di qka komet pa provu, për shambull me shku me ndrejq keren bashk, makinën, ose masi me lo e këna lo, shkura regullujnë në najtit makinën bashk. Në përgjithësi gjitha sfida që i kom pas, nështë nuk i kom kalu krejt në sukses, po unë i kom shiju tepër shumë. Që shumë të shiju sot që tash. E promes të dashur, ka që kishim edhe për sonte, po besoj që u kënaqën bashkë me mu edhe me këto sfidat e mia që ka shumë të lezetshme se ma keni thonë edhe e di. Kështu që sfidat tjera na presin nesër. Deri atëherë nga Una Jeza, natën e mirë.